A do ta jepni të orishën apo do bëjmë kurvane me drejtësinë me mandat? Që boni, më quna? Më që e në të bua, më bua. Më të tjera, që njerë se sheni, më dhe. Aj kapët, më. Të mbërrin zonja Balluku, e shikojmë live për me spamjeve të drejt për drejta. Zëvendës kryeministrja, Ministrja e Infrastrukturës, zonja Balluku. Pionit përballen me drejtësinë me mandat. Largon mikrofonat, nuk i përgjigjet pyetjeve të gazetarëve, kundër e pat, pavarësisht të insistimit, koleges Klodiana Lala, zonja Balluku i ka larguar me dorë mikrofonat e gazetarëve dhe nuk ka pranuar të përgjigjet. Më herët, ndërkohë në institucionin e SPAK ka mbërritur motra e saj, Pamela Qirko, e cila do të mbrojë interesat e zonjës Balluku. Nuk e di nëse e kam live kolegen Lala, po Klodi, përshëndetje. Po, la përshëndetje, si kurse ju e shihni, zëvendës kryeministra dhe Ministra e Infrastrukturës dhe Energjetikës, zonja Belinda Balluku, ka mbritur në ambientet e prokurorisë së posaçme dhe tashmë po ju nënshtrohet kontrollit si kurse parashikon procedura dhe në shoqërinë e motrës së saj, ish kryetares së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, zonjës Pamela Qirko do të ngjiten në ambientet e brendshme të SPAK për të përballur me prokurorët e posaçëm e po ashtu me hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit, ku do të njihen edhe me gjetjet e prokurorëve, pasi zonja Balluku, sikurse dihet tashmë dhe është njoftuar nga News 24, është zyrtarisht personën hetim për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera. Në këtë moment zonja Balluku ndodhet në hollin e prokurorisë së posaçme, do duhen pak minuta derisa të regjistrohet e gjithë procedura e hyrjes së saj në institucion dhe më pas mbetet për të parë nëse zonja Balluku do t'jap shpjegime për prokurorët apo do të mjaftohet vetëm me firmosjen, sepse gjasat janë që të ketë një akt akuzë në drejtim të saj që do t'i komunikohet zyrtarisht, e mbetet për të parë nëse ajo do të qëndrojë gjatë në ambientet e SPAK sipas procedurës dhe ligji parashikon që zëvendës kryeministrja duhet të jap shpjegime në cilësinë e personit në hetim, më pas prokurorët i bëjnë me dije edhe akt akuzën të cilën ajo duhet ta firmos sipas procedurës. Patjetër që nëse do t'jap shpjegime, seanca e marrjes në pyetje pritet të jetë gjatë e më pas ndoshta do të ketë edhe një deklarat për median. News 24 e pyeti zonjën Balluku se përse nuk ju përgjigj thirrjes së parë të prokurorisë posaçme asaj të datës 27 tetor të këtij viti, por zonja Balluku nuk preferoi të jepte edhe të bënte asnjë koment, po ashtu nuk ju përgjigj pyetjes nëse do të jepte ose jo dorëheqjen nga posti i zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjetikës. Sikurse ju e dëgjoni edhe në sfond, janë disa zonja mbështetëse të ish kryeministit Sali Berisha, të cilët e shoqërojnë atë gjatë gjithë kohës kur ai mbërrin në prokurorinë e posaçme. Zoti Seriani shoqë po del nga prokuroria, shqiptari i saj nëse nuk e di nëse do të ketë ndonjë nuk lejohet. Po. Okej. Nuk është i autorizuar, sepse kemi patur një bisedë më herët me të. Zoti Seriani e ka shoqëruar sipas procedurës për shkak se është pjesë e kabinetit të zonjës Balluku dhe merret me marrëdhëniet me mediat, por sipas procedurës dhe ligjit nuk lejohet të hyjë në ambientet e prokurorisë posaçme. Do duhet ta pres zonjën Balluku, ndoshta sikurse thash ajo vetë mund të ndajë qendrim me median, vetë ajo ose përmes avokates dhe një herazi motrës së saj Pamela Qirko. Sa ju përket hetimeve të SPAK, shumë pak detaje janë bërë publike, por nga të dhënat e mësuara nga News 24 deri në këto momente, bëhet fjalë për një hetim të zgjeruar që ka të bëjë me tenderat e rrugëve dhe prokurorët kanë dyshime të arsyeshme dhe të bazuar në prova se zonja Belinda Balluku është e përfshirë në shkeljet barazisë në tendera, pra tenderat të cilat kompanitë fituese janë paracaktuar dhe normalisht tashmë në akuzë dhe në gjykim janë edhe njerëz të besuar të saj apo bashkëpunëtor të njohur të saj, e po ashtu edhe të tjerë të cilët janë duke u hetuar. Më i rëndësishmi ndër ta, i cili është marrë zyrtarisht në akuzë, është Evis Berberi, një prej bashkëpunëtorëve më të ngushtë të zonjës Balluku, e po ashtu edhe Gentian Gjyli, që gjithashtu ndodhet në akuzë dhe po gjykohet në gjykatën e posaçme. Për gjatë ditëve të fundit përpara se zonja Balluku të paraqitej në SPAK, ka patur një sër kontrollesh nga ana e prokurorisë posaçme të firmosura pra me vendim të gjykatës, ku janë nështruar kontrollit njerëz të besuar dhe bashkëpunëtorë të zonjës Balluku, kryesisht ata që lidhen me kabinetin, por edhe zyrtarë të institucioneve. Ju janë sekuestruar celularët e po ashtu mësohet se janë marrë edhe të dhëna të detajuara dhe janë marrë edhe dosje
që mendohet se mund t'i shërben hetimit të kësaj çështje. A do të ketë prokuroria një njoftim zyrtar pas paraqitjes së zonjës Balluku në institucionin e akuzës? Kjo mbetet për tu parë. A do të ketë edhe tendra të tjerë që do t'i nënshtrohen hetimit dhe verifikimit nga ana e SPAK? Burimet thonë se paralelisht me tendrat për tunelin e Llogaras janë sekuestruar edhe një sër praktikash të tjera të cilat janë duke u hetuar dhe më pas nga hetimi do të përcaktohet nëse janë gjendur ose jo shkelje. A do ta jepni dorëheqjen apo do bëjmë private me drejtësinë me mandat? Që buni, më quna? Më qajnë të goë, më bukën, se ti e kamë. Më të më tjetër, që njerë se sheni, më dhe, Aj kapë të. A do ta jepni dorëheqjen apo do bëjmë private me drejtësinë me mandat? Që buni, më quna? Më qajnë të goë, më bukën, se ti e kamë. Më të më tjetër, që njerë se sheni, më dhe, Aj kapë të.